Venko Filipçe, shtëpia e të cilit është në Dubai, nuk mund të flasë për patriotizëm dhe interesa shtetërore sepse në mënyrë shtese dëmton integrimin evropian të Maqedonisë. Kështu tha Brane Petrushevski, deputeti i VMRO-DPM-s në konferencën e sotme për shtyp. Ai vlerëson se Filipçe dhe siç e quajti ai shefi i tij Zaev janë vetëm shembuj të politikanëve të këqinj me prioritete të gabuara. Секој ден сведочиме дека Венко Çdo ditë jemi dëshmitar se Venko Filipçe është shërbëtori i Zoran Zaev. Pse? Sepse ai vetëm kërkon justifikime, ikën nga tema si agjenda e reformave, vetëm që të mund të kaloj biznesi i shefit Zaev. Në vend që të mbështesin reformat, ndryshimet ligjore si ato që çdo deputet duhet të ketë vetëm shtetësi maqedonase. Ata fajsojnë. E kush po fajson? Njerëzit që janë pjesë e LSDM-s, kryetari vetë shpalluri së cilës dhe në realitet shërbëtori i Zaevit, Filipçe, shtëpia e të cilit është Dubai dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Ai shton se pikërisht këta dy figura e kanë udhëhequr sistemin kur LSDM ishte në pushtet, kur qytetarëve ju premtohej drejtësi, jetë më e mirë dhe ardhmë europiane, ndërsa siç thotë dëshmitar të korrupsionit të tyre, krimit, sistemi gjyqësor që funksionon në diktatin e tyre, si edhe të shumë gënjeshtrave të tipit i hapën bisedimet me Brukselin. Pas krimit të këtyre problemeve, thot Petrushevski, është e vështirë që Filipçe dhe LSDM të kthehen në rrugën e vërtetë, ndërsa shton se nëse Filipçe vazhdon ta ndjek verbërisht rrugën që ja shtron Zaevi, vetëm i pengon proceset demokratike dhe njëkohësisht përparimin e Maqedonisë.